Konflikti i interesit është një nga format më të përhapura korruptive në administratën shtetërore në Shqipëri. OSBE po i nxit autoritetet vendore të diskutojnë dhe të ndërmarrin masa për parandalimin e kësaj dikurie. Ndërkaq në jug të Shqipërisë, një tjetër dukuri shqetësuese po shihet pas zgjedhjeve vendore. Disa 10 punonjës po largohen nga puna në administratën vendore dhe po zëvendësohen me militantët politik të partive. Korrespondenti ynë Raimond Kola përgatiti këtë kronik. Konflikti i interesit është një nga format më të përhapura të favorizimit të padrejtë administratës publike në Shqipëri duke prodhuar akte korruptive. Ndonse prej disa vitesh është aprovuar një ligj i posaçëm mbi parandalimin e konfliktit të interesit, format korruptive vazhdojnë të shfaqen në administratën vendore dhe atë qendrore. Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë për të përgjigjur këtij shqetësimi, po organizohen në disa rajone në Shqipëri një cikël diskutimesh me punonjës të administratës publike. Specialistja e çështjeve ligjore Ileana Nano thotë se konflikti i interesit dhe çështjet etike në administrat po zëndën gjerësisht në këto diskutime. Jo thjesht njohja e nëpunësve të administratës vendore, të qeverisës vendore, me ligjin për parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesave, por më tepër është diskutimi, paraqitja e rasteve konkrete, tendenca për të zgjidhur sa më mirë rastet kur një zyrtar i administratës, qoftë asaj qendrore apo asaj vendore, mund të bjerë në kushtet e konfliktit të interesave. Zajana thot më tej se po bëhen përpjekje sidomos nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit Pasurive për të frenuar këtë dukuri. Raste të tilla paraqiten shpesh të vështira për t'u evidentuar dhe për t'u hetuar, thot ajo. Pikërisht korrupsioni ndoshta duket si një fjalë e madhe, por fare lehtësisht mund të gjendet edhe me këto element. Po të fundit në Shqipëri, administrata vendore po përballet dhe me një shqetësim të ri, atë të largimeve masive nga punat e nëpunësve pas zgjedhjeve të reja vendore. Si demokratë dhe socialistët po largojnë dhjetra nëpunës nga bashkitë dhe komunat, aty ku kanë ndryshuar ekipet drejtuese pas zgjedhjeve. Megjithëse mjaft organizata ndërkombëtare kanë kryer investime për trajnimin e administratës publike, nuk ka asnjë reagim prej tyre. Të dy krahët politik duket se aprovojnë njëri tjetrin pasi ndryshe nga vitet e tjera, nuk ka pasur as reagime politike në nivelet vendore nga subjektet politike. Analistët vlerësojnë se nëse largimi i punonjësve të administratës vendore do të vijojë nëpër masa të tilla, administrata do të vuajë për vite këtë politizim të tejskajshëm të militantëve që po ndodh. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.